Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka mbajtur një fjalim në konferencën ndërkombëtare Fuqia e grave në politikë, ku ka theksuar mbështetjen e grave të PP-s për Partinë Demokratike në periudha të vështira. Ai ka kritikuar ashpër qeverinë duke e quajtur atë një narkodiktaturë që është e para e instaluar në Europë. Kam një mirënjohje të veçantë gjithashtu për të gjitha ju, sepse në një proces kafkian që përjetoi Partia Demokratike në të vetmen narkodiktaturë të instaluar në Europë, presidenca e gruas së EPP-s, presidenti Anderit, zonja Doris Pak, dhe ju, zonjat nderuara, keni dhënë mbështetjen tuaj për Partinë Demokratike, për gruan demokratike e cila luajti një rol dhe luan një rol të jashtëzakonshëm në betejën kundër këtij regjimi, theksoj edhe një herë, të cilën Europa nuk ka njohur kurrë në historinë e vet. Është narkoshteti i parë që instalohet në Europë dhe mund të them se rast se 20 vite më parë lexova se narkodiktaturat janë format më të shëmtuara të diktaturave, shkruante Samuel Huntington. Aso kohë, duke ardhur nga një diktaturë staliniste siç ishte Shqipëria, shumë nuk u binda. Por kur përjetoj këtu këtë realitet, ajo është një vërtetë e madhe. Berisha përmendi se ndonse në letër, Shqipëria ka një prokurori dhe media të lira. Realiteti është ndryshe. Ai akuzoi qeverinë për kontroll të ashpër mbi mediat dhe sistemin e drejtësisë, duke theksuar se prokuroria speciale nuk ka prekur asnjë aferë që lidhet me kryeministrin aktual. Ju jeni këtu në një vend që po të shihni ka plot media, por problemi i tyre është se ato të gjitha përveç një ose dy kanë një kontroll strikt rigoroz nga zyra e narkodiktatorit. Shqipëria ka një prokurori e cila lavdrohet në mënyrë të paimagjinueshme gjërësisht. Po cila është kjo prokurori speciale? Kjo prokurori speciale është një prokurori e cila nuk mund të prek asnjë aferë që shkon tek narkodiktatori. Ndërkohë arreston, burgos, pa prova dhe si persona në hetim, vetëm si persona në hetim, liderët e 3 partive kryesore opozitare. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha përfundoi duke nënvizuar nevojën për një angazhim të vazhdueshëm për të mbrojtur demokracinë dhe për të rivendosur drejtësinë në vend.